Shërbimi sigurimi shtetënor është Stanishiqi, bashkëpunojmë me Batonin dhe e fillojnë një rrugë për në Republikën e Tretë. Ai ka zgjedhur me humbë me luftë, Po, sepse ka llogaritë që ajo çka humbet me luftë mund do të kthehet nesër me luftë. po përgatitemi për Rambuje, po s'dim kush do të shkojmë. Adem Demashi pa dalë me një qëndrim kategorik kundër Pika e parë, mos pranoni asnjë gjë që nuk është pavarësia e pavarësia e Kosovës. Kosovës. Kjo është e mundën delegacionit të udhëheqën nga përfaqësuesi i UÇK-s. Kazem Sylla erdhe dhe theu akullin prej fillimit, Po. kur ju drejtu rrugove si president. E gjetëm dhe zgjidhjen e Rambuje, që do t'ishte kryesia. Adem Demashi vazhdimisht krijonte probleme derisa në fund edhe e bëni një lloj grushteti përmes atij faksit. Unë disa herë kam bisedu me Hashimin, Po. dhe nuk e kam kuptu asnjëherë pse ka qenë kundër. Mendoj që ka qenë presion të madh Prej në kujt? pej UÇK-s. Kishim afat disa orë, Ai dokument fillestar ka shku vetëm në nënshkrimin tënd. por kemi qenë shumë afër humbjes. Na ka ndonë një fije floku prej dështimit. Pikërisht edhe zoni e Ollbrat në të vërtetë masaj na përshëndeti, na përgëzoi që e kryt një punë të madhe. Para se mu nis me vetura, me Ibrahimin e atje, erdhë Hilli tha mos u nisni. Aja ka vendosur mi vras gjithë. Miloševići kësaj radhe nuk ka do të ketë pardon. Ne hym pikë Nuk 5. ishte as dije, po edhe hynën pikë 5, nuk u kriju qeveria kalimtare kurrë për shkaqe të njohura. Po e formojmë qeverinë e përkohshme edhe ja kemi lënë Vetonit vendin e Po. ministrit jashtëm. Edhe thot Flaka, tha këshirën e Vetoni është mbrenda, në Kosovë mundeni eventualisht ministër të mbrendshëm me.